Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët. Jemi live me emisionin Pa Gjurmë, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe para ditën e sotme na u desh të ndryshonim skaletën e programit për shkak të një rasti urgjent i cili u denoncua në ambientet e Report TV, një 72 vjeçare nga Vlora, e cila fatkeqësisht rezulton rreth një javë që është larguar nga banesa e saj në qytetin e Vlorës, ka humbur çdo kontakti me fëmijët, me bashkëshortin, me gjithë familjarët. Gjithë familja ka dalë në kërkim, por që fatkeqësisht nuk ka gjetur asnjë gjurmë për 72 vjeçaren me emrin Dallandyshe Hamzaj, që regjia menjëherë na ndihmoi me foton e Dallandyshe Hamzaj, 72 vjeç, vendlindja Vlorë, ka humbur çdo kontakti me familjen në datën 8 korrik, vetëm përpara disa ditëve, nga qyteti i Vlorës, gjurmët e saj janë nga Vlora. Nëna e 5 fëmijëve, të cilët të 5 janë të martuar, kanë krijuar familje në emigracion, të cilët janë kthyer me urgjencë dhe në këto momente që flasim janë ende në terren duke kërkuar për nënën e tyre, por sot kjo familje ka nevojë dhe për studion e emisionit Pa Gjurmë, kërkuan me urgjencë ta nxirrnim ditën e sotme, të kërkonim ndihmën e publikut që kushdo që e ka parë këtë 72 vjeçare në Vlorë apo në një qytet tjetër të Shqipërisë të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Menjëherë do të jap kontaktet tona. Çdo besnik i emisionit Pa Gjurmë i di kontaktet tona, kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Sot në studio është kunati i saj, Hamza Hamzaj, i cili ka udhëtuar nga Vlora, bashkëshorti i Dallandyshes për shkak të moshës, të problemeve me sëmundjet, me shëndetin e tij, e kishte të pamundur që të vinte në studion e emisionit Pa Gjurmë. Fëmijët janë ende në terren duke bërë kërkime për nënën e tyre. Ka ardhur kunati i saj, Hamza Hamzaj. Hamza, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Mua më vjen shumë keq në fakt sepse unë kam folur në telefon edhe me fëmijët e kunatës tuaj, me nipri dhe mbesat, të cilët janë të shokuar për humbjen e nënës së tyre. Ju jetoni shumë afër, jeni fqinj. Afër jemi, afër. Jeni fqinj me vllajën edhe me Dallandyshen. Ne edhe kur ke pasur shtëpit, që tani janë prishur, janë bërë ca pallate, atje kemi qenë në shtëpi bashkë. Një obor. Po një obor, një ashtu. Po vëllezër me prindër tanë. Por përpara se të më tregosh se si keni humbur kontaktet me Dallandyshen, dua të pyes për gjendjen e saj. Si ka qenë gjendja e saj shëndetësore, sepse fëmijët më thanë që nëna kishte një kohë që ishte prekur nga demenca dhe nuk ishte fort mirë gjendja e saj shëndetësore. Kjo është e vërtet. Dallandysha ka qenë shumë e rregullt, shumë punëtore. Po, duke kaluar që mosha, ajo ranë që ka shu, po nuk do të ra, ajo edhe dilte, bile vendet e Nailat e Quba, sa herë i vendën punë, i vendë atje. Pra nuk ishte në një gjendje të rënduar që kishte harruar, le të themi, njerëzit e familjes, nuk njinte rrugët, ajo dilte. Ajo dilte, bile atë kohë që këta e kanë parë që do vendet e stacioni autobusave që nuk e di do edhe në Tirana, do edhe në Armen, të flatë të saj, atje, e pa jo, o do këti kur andej, o e shtyër. Ta që kush e ka parë, të na ndihmoj me informacione. E të na thotë që është filan vënd apo qysh. Do të pyes me detaje, përpara se ne të japim detajet e historisë Dallandyshe Hamzaj, që kushdo që është duke na ndjekur ditën e sotme, kushdo që mund ta ketë parë pranë banesës së vet, ne dyshojmë që ajo mund të endet në qytetin e Vlorës, ka harruar rrugën të kthehet në shtëpi, e njohim të gjithë sëmundjen e demencës, shumë fëmijë kanë qenë pjesë e kësaj studio, kanë kërkuar prindit e tyre, të cilët për shkak se janë prekur nga demenca, janë larguar dhe kanë humbur çdo lloj kontakti. E njëjta histori është dhe me Dallandyshe Hamzajin, e cila mund të ketë dalë nga shtëpia, mund të ketë hipur një furgoni, një autobusi, ka mbritur në një qytet të Shqipërisë, ka ngelur situatë rrugë, nuk di të kthehet më në Vlorë, kushdo që mund ta ketë hasur një zonjë 72 vjeç që po e shikoni në foton që po jep regjia në ekranin e Report TV, jeni të gjithë të lutur ditën e sotme të na kontaktoni, pasi kjo zonjë që po shikoni në ekranin tuaj, quhet Dallandyshe Hamzaj, 72 vjeç, nga Vlora, fatkeqësisht rezulton e humbur që prej datës 8 korrik. Ka dalë nga banesa, nuk ka lënë një adresë, është zhdukur dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Ndaj ditën e sotme kemi nevojë për ndihmën tuaj, mund të na telefononi te numri jon i celularit. Por dua të prezantoj një kronikë që gazetarja ime Ersela Malaj ka përgatitur për historinë e Dallandyshe Hamzajt, 72 vjeçaria e humbur, kam shumë detaje edhe rrobat që kishte veshur dhe çfarë dyshojnë familjarët, e ndjekim dhe rikthehemi sërish bashkë në studio.
Prej datës 8 korrik, familja Hamzaj nga Vlora po jeton ditët më të vështira. Ankthi dhe pasiguria janë kthyer në përditshmërinë e tyre, pasi nuk dinë asgjë për fatin e njeriu të tyre të dashur. 72 vjeçarja Dallandyshe Hamzaj është larguar nga banesa të mërkurën me 8 korrik dhe që prej atij momenti nuk është kthyer më. Kontakti me të është ndërprerë plotësisht, ndërsa çdo përpjekje e familjarëve për ta gjetur ka rezultuar pa sukses. Sipas të afërmve, ajo është parë për herë të fundit rreth orës 16:30 në zonën e rrugës së Re në Vlorë. Më pas, çdo gjurmë ka humbur. Familjarët shprehen se 72 vjeçarja vua nga skleroza, çka e bën situatën edhe më alarmante. Ata tregojnë se para se të humbiste kontaktet, Dallandyshja kishte thënë se po kërkonte një fugon për në armen të Vlorës. Kjo I ka bërë të dyshojnë se ajo mund të jetë larguar drejt kësaj zone ose në një destinacion tjetër jashtë qytetit. Ditët kalojnë, por shpresa e familjes mbetet e gjallë. Ata u bëjnë apel të gjithë qytetarëve që nëse e kanë parë Dallandyshe Hamzajn ose kanë informacion që mund të ndihmojnë në gjetjen e saj, të kontaktojnë menjëherë familjarët ose autoritetet. Çdo informacion, sado I vogël të duket, mund të jetë vendimtar për të rikthyer 72 vjeçaren pranë familjes së saj. Kjo është historia e Dallandyshe Hamzajt, kështu është larguar nga banesa dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjarët. I dashur Hamza, tek fotoja, është një shenjë dalluese, mbante syze. Dallandyshja. Mbante syze, mbante. Syze se ka patur probleme me shikimin. Mbante. Ditë që është larguar, I ka pasur syzet me vete? Edhe mbante, edhe s'mbante, por që mbante me syze, por që si të mund t'ja, ka qenë rregullt shumë punëtore, shumë e dashur me njerëzit tanë, që jemi të njëri tjetrit. Për shembull, ne bile kemi qenë 5 vëllezër e 2 motra që ne jemi bërë. Aq shumë, as e kemi prishur ndonjëherë muhabetin, si ajo me ne dhe ne me. Unë të besoj Hamzaj që ti nuk e konsideron si punasi motor, të besoj. Keni jetuar bashk. Si unë, edhe ime shoqe, se ne kemi nga fshati edhe kjo, nga fshati është. Atje ne e duam shumë, sepse shumë e rregullt, shumë punëtore, pas një vest të keq. Në mënyrë absolute, as nuk e mendoj këtë gjë, pa dyshim që të besoj 100%, por demenca, skleroza është një sëmundje që po mirë, ja dhe ne, për shembull, nuk të prekë. Ajde se e ka qëlluar ndonjëri e qytetit. Po në qoftë se e ka marrë ndonjëri, për shembull. Po do të pyes dhe për dyshimet, por ndalemi te data 8 korrik. Në qoftë se ndonjëri e di, e ka parë ky shtek, të na I bjerë në shtëpi, se ne jemi bërë shumë e rak për atë. Një javë. Unë I kuaj motor. Unë fëmijët e saj I kuaj, po thuaj janë nipër, po I kuaj si djemtë e mi, e çupat e mia. Se I ka shumë të mirë fëmijët. Ata janë bërë tym. Është e kuptueshme, të humbi nëna. Po nuk ka si nëna babaj. Po nuk ka edhe si bashortja. Ja unë qasë me vetën time. Unë sa dua fëmijët e bashortën, nuk dua vetën. Po unë e kuaj motrat. Edhe I kuaj motrat atë, e dua. Dhe vlla juaj pajtimi, sigurisht që... Pajtimi është bërë ty fare I varfë. A I ngrijet kënë saba, se janë shprehur ta që thonë që e kemë parë filan, për shumë të spitali. Por në qytetin e Vlorës. Pra, vini informacioni se është parë në vëndet të ndryshme në Vlorë. Një ata jam dhe unë që kam dalë kushe disa herë. Që shikoj mos është atje, mos del. Se da njerë kur jeden qik jo mirë nga në mendore e shëndeti më të tiu. Edhe mund të dalë gjiro. Edhe aron një vishpi. Pa jo nuk aron fakt. S'ka aron. Nëse është prekur nga skleroza, nga demenca, ka marrë mjekime, Kjo se ka parë do njeri. pa dyshim që diçka mund t'i ketë ndodhur dhe ka harruar dhe nuk është kthyer, nuk ka ditur, ka humbur Kjo se ka parë rrugën. do njeri nga Vlora. Atje, të na animoj, ta marim, ta qojmë shpi, kjo është tek ku ta dy. Pa problem. Hamza, Dallandysha jetonte vetëm me bashortin, me pajtimin, të dy. Me bashortin. Po I vinte edhe çupën, se ka një çupë këtu, ka dykana ajo atje. Po edhe çupa I vinte... Që kujdesej për prindrit. Po kujdes shumë, çupa. Shumë për atë. Çfarë ka ndodhur në datën 8 korrik? Do me thënë, si u larguaja nga shtëpia? Çfarë keni mësuar ju? Çfarë të tha vllai? Se ai ka qenë me bashortin kur ka dalë nga shtëpia. Ta çupa. Mbesa. Ajo qeri mbesa. Po. Edhe çupe vllai pjen fjalë. E qartë, vajza e Dallandyshës dhe pajtimit. Dajla. Më tha mua që kish dalta edhe kishin parë ta atë ditë tek stacioni I autobusave.
E kjo ta kishë menduar që, mos kërkon të në Armen të fshatit saj. Se vendlindja e Dallandyshës është Armen, fshati Armen. Armen i fshatat. Po, Atje ka dhe vëllani, ku ta diu. Edhe me të shoqen. Edhe bile dhe aji i bërtym tash, i vëllaj. A i vinë këtu e dëvlorë me i fjallë, edhe kërko andej, kërko këtej, brit andej, brit tej, si, mos shikon të motrën, që ka motrën. e qartë, gjithë familja është Merakosë Gjithë tashmë. familja. Edhe njerëzit e Dallandyshës. Po dhe një grua shumë e mirë kjo, shumë e afruar. Ndaq për bjeshtë e saj, ndaq për fëmijët e saj, ndaq për ne. Sa kohë kishte që ishte prekur nga demenca? Po kjo duhet këtë një 6-7 muaj kështu. 6-7 muaj. Duhet, Merrte mjekime? si mërë dhe mjekime ajo. Pra mjekoi për demencës. Mjekoi. Por situata e saj ishte, domethënë që të na i shpjegosh, sa vinte dhe rëndoi apo ishte stabil nga mjekimet që merrte? Pra ditët e fundit si ka qenë gjendja e Dallandyshës? Ishte rënduar? Shiko, do të Për sa i përket pjesës së kujtesës dhe veprimeve. Edhe si për vetën time, edhe unë jam i pa mundur. Po nuk do të thotë që marrë ilaqet unë sa i pje dhe shërojnë. Bile unë talit në vetën time, dhe edhe ilaqet mu themi djeme, se unë djemë i kam si punë e këtyre këtu. Në operatorët, po. Kuptojnë i kam djemë të rritur. Të kuptoj, por... Kuptojnë, Jo, të madhe e kam 5 vjeç, qupën. me jeti kesh, por zoti Hamza, ajo që do doja të dija pikërisht, si ka qenë gjendja e saj, le të themi ditët e fundit, javën e fundit përpara se të Javën e largohej. fundit ka qenë qik ma shu. Më i rënduar. Po e rënduar që ta shi... Po pra, këtë Po dua edhe të madhe pyes. në madhe, në mosh, 72 vjeqe. Jo, 72 vjeç që nuk ka qenë shumë e madhe. Po mirë me të gjo. Por që Sot, sëmundja ka bërë të vetën, e kuptoj, ka përparuar dhe ishte rënduar zonja Dallandyshe Mirë po mua Hamzaj. të tem drejt, të tem gjë. Më vjen aq shek që duke e mërë me unë, se ka qenë një grua shumë e rregull. Shumë e rregull. Si për ne që na kish më larg, po fëmijët për fëmijët tjerë po e po. Që të dy bashkë, njëri me tjetër. Po da njerë sëmulja të këto tjetër të... Por në datën 8 korrik, kura e ka dalë nga shtëpia, i ka komunikuar diçka pajtimit bashkëshortit? Pajtimi si duket e ka marrë vesh, e ka ndjerë. Apo ka dalë dhe nuk i ka thënë asgjë? Po ja i ka thënë, i ka do vete aty apo këtu, ja këshuaj. Po edhe a i 82 vjeç, pajtimi, vllai. Po. 2 vjeç më i madh ta unë. Unë jam 80 vjeç. E qartë. E ka mua betin që. Po, edhe i thonë njerë tjetët. Por gjithsesi kërkimet që kanë bërë fëmijët kanë arritur të zbulojnë dhe kamrat e sigurisë që regjia do na ndihmoj, që në momentin që Dallandyshe Hamzaj u largua nga banesa dhe le të themi fëmijët e zbuluan humbjen, kanë zbuluar kamrat e sigurisë nëpërmjet bizneseve private për të ndjekur. E me çanta, e. Dhe mund ta stopojmë pak nëse mundet regjia. Kur këtu e stopojmë, është plani më i qartë, pra duket qartë, kjo është Dallandyshe Hamzaj, ka një shami në kokë, mos gaboj. Po mban, Një shami të bardhë në kokë, ka një çantë të hedhur në krah, ka 2 qese, ndërsa kjo këtu është Dallandyshja dhe është, le të themi, momenti i fundit që është zbuluar nga kamrat e sigurisë, që duket që është në një dyqan. Në një dyqan, por fytyra nuk duket qartë, e veshur me të zeza. Ajo është. Po, ju e njini, ajo është, dhe kamrat e sigurisë janë hapur nga fëmijët, të cilët e kanë vërtetuar që është nëna e tyre dhe na e kanë sjell ditën e sotme në program për t'i nxjerrë, sepse këto janë, le të themi, gjurmët e fundit të Dallandyshe Hamzajt. Konkretisht, e dini ku ndodhemi këtu? Sa larg shtëpisë është? Këtu... Dyqan futaperimesh është. Kjo mund t'jetë dyqani i... Afër lagjes, afër shtëpisë? Jo. Po kjo ka punuar dhe vetë andej. Se në fillim kjo, po ranga shëndetje kështek, atje kjo ka shitur vetë. Frutaperime. Jo frutaperime. Kjo ka shitur kjo. Jo shapka jo. E qartë, por pak rëndësi ka, e Po i kuptoj. ka punuar, ku që të vjetë. Por vetëm thjesht dua të di gjurmët e fundit. Këtu i kemi afër banesës te ky dyqan apo është larg? Të them drejtë, nuk e di... Se jemi në Vlorë këtu. Nuk e di se ka shumë vënde që shqiten si këto.
por që nuk jemi të sigur. Gjithë si fëmijët e din, mund ma konfirmojnë gazetarët e mia ku ndodhen pikërisht kjo foto, gjurmët e fundit, edhe pse do doja që një nga fëmijët ditën e sotme ta kisha në program për të na ndihmuar për këto detaje, por duke ditur që ata janë në teren po kërkojnë, e patën të pamundur dhe kanë sjellë sot xhaxhain e tyre, Hamza Hamzain, i cili po kërkon ndihmë për gjetjen e kunatës, shumë vite të cilët kanë jetuar bashkë dhe konsideron si motor, dhe duket dhimbja tek zoti Hamza për kunatën e vet, por te gjithë familja. I bëjthirja e gjithë vlonjatëve që janë duke na ndjekur ditën e sotme, dikush që mund ta ketë parë, kushdo që mund të ditë të vërtetën e dallandysha Hamzait, kjo 72 vjeçare vlonjate, e cila figuron e humbur që prej 8 korrikut, vetëm përpara një jave, janë të gjithë të lutur të lidhen me redaksin e emisionit Pa i Gjorm. Dhe konkretisht, fotoja e parë, ma nxini dhe njëherë foton, ju lutem, foton e parë që janë gjurmët e fundit, zbuluar nga kamerat e sigurisë, pikërisht kjo foto është e tregu i Orizit. Dhe është shumë larg shtëpisë, 20 minuta larg shtëpisë. Bravo, tregu Oriz do të thotë. Pra 20 minuta larg shtëpisë, le themi janë zbuluar gjurmët e fundit të zonjës Dallandysha Hamzai, e cila është e veshur me të zeza, ka pikërisht atë shamin të bardhë në kokë, ndërkohë që ka disa qese që mban me vete. Ndoshta për shkak të problemeve shëndetit mendor, duke qartë që ka marrë disa rroba që i ka marrë nga shtëpia e saj, një jastëk me sa kuptoj unë ka, disa qese të mbushura me rroba, por nuk dije se çfarë ka menduar në atë momente. Fabrika Oriz aty është. Po, aty është, konkretisht, se ma konfirmoi gazetarja. Ka Trojës, i thonë, vëndit. Por nuk e dim çfarë ka menduar në atë momente, si ka qenë situata e saj, pse i ka marrë këto rroba me vete dhe është larguar dhe ka humbur gjurmët. Flasim për një 72 vjeçare që është prekur nga skleroza e pavedishme për veprimin e saj që ka bërë ndaj kushdo që e ka parë ditën e sotme të na ndihmojë me informacione të lidhet me redaksinë e emisionit Pa i Gjorm. Do qëndrojmë i dashur Hamza, pasi gazetarja ime Ersila më njofton që një prej fëmijëve ka mbritur në ambientet e Report TV. Unë do dalë dhe do e takoj në këto momente, por kalojmë tek hapësira e parë, të këshilla mjekësore të Kobeni dhe rikthehemi. Jemi kthyer në transmetim live dashurmi, që kërkoj ndjes isha duke komunikuar me gazetaren time, e cila është duke pritur informacionet e para për Dallandysha Hamzain, kjo 72 vjeçare nga Vlora, e cila figuron e humbur që prej datës 8 korrik përpara një jave ka dalë nga banesa dhe drejtimi ngelet inde i paditur, dhe pse dyshohet se të gjitha informacionet në familje kanë ardhur së shpar në disa lagje të ndryshme të qytetit të Vlorës, por kanë kaluar një javë dhe ende nuk është zbuluar asgjë për Dallandysha Hamzain. Me mua në studio është kunati i saj Hamza Hamzai, i cili ditën e sotme po më ndihmon me informacione të cilat kanë zbuluar për Dallandysha Hamzain, ndërkohë që kemi siguruar nga familja disa foto edhe video kamera sigurie, ndërkohë që regjia do më ndihmoj me foton e parë dhe unë dua të shpjegoj gjurmët e fundit të Dallandysha Hamzait, ndërkohë të gjitha kamerat e sigurisë që familja ka mundur t'i hapi nëpërmjet bizneseve private, ka zbuluar gjurmët e nënës së tyre dhe pikërisht momenti fundit ajo është parë në zonën e furgonave Rruga e Re, rreth orës 16-17 të datës 8 korrik. Pra, dyshohet se Dallandysha Hamzai ka dalë nga shtëpia në orët e paradites. Jo, ju lutem, më kaloni tek fotoja regjia, të më ndjeki me vëmendje, për të dhënë në mënyrë kronologjike, le të themi, atë rrugëtim që ka bërë atë ditë ajo në qytetin e Vlorës dhe më pas është zhdukur. Dallandysha Hamzai është kjo 72 vjeçare që po ndishin këto momente në këtë foto, e marrë nga kamerat e sigurisë të këtij biznesi privat. Ora është 13 drek e datës 8 korrik. Ajo është veshur me rroba të zeza, me rroba të trasha, duke qartë në këtë, nuk ka një shami, po ka një kapele të bardhë në kokë, ka marrë disa rroba dhe sende nga banesa e saj, me qese dhe është larguar. Ndërkohë që është mësuar pikërisht se rreth orës 16-17 të pasdites të datës 8 korrik, më kaloni te video regjia, është kapur nga kamerat e sigurisë, pikërisht tek Rruga e Re te zona e furgonave. Duket nga këto pamje që 72 vjeçaria është duke ecur me kapelen e bardhë, me ato qese në dorë, ka mbërritur te stacioni i furgonave Rruga e Re në qytetin e Vlorës dhe aty ka kërkuar një furgon për të nisur në fshatin e vendlindjes, si quhet fshati vendlindjes së Armen.
ka kërkuar një furgon për të shkuar në fshatin armen, ndërkohë që ka folur me një shofer aty të një furgoni, ka kërkuar, por nuk ka udhëtuar sipas atit. Ai i ka dhënë informacion familjes shoferi që e ka lënë aty 72 vjeçaren dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur më pas me 72 vjeçaren, mund të ketë hipur një furgoni, një autobusi tjetër, mund të ketë ngatëruar linjën, ka mbritur në një qytet tjetër të Shqipërisë dhe sigurisht e prekur nga skleroza, mund të ketë ngelur në situatë rruge. Ndaj sot në emër të familjes të fëmijëve të Dallandysha Hamzaj, ju bëj thirrje nga studio e emisionit Pa i Gjurmë që kushdo që mund ta ketë parë Dallandysha Hamzajin, mos të hezitoj të lidhet me redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë, vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por ju mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa i Gjurmë Report TV. Në një lidhje telefonike kam vajzën e Dallandyshës, Daniela Hamzaj, e cila nga momenti që ka humbur kontaktet me nënën dhe deri më sot ka bërë kërkime kudo në qytetin e Vlorës, çdo informacion që i ka ardhur ka shkuar, por që nuk e ka gjetur nënën. Daniela, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë dashur Daniela, e kuptoj shqetësimin e madh që keni në familje, shqetësimi të humbi nëna nuk është e lehtë. Keni më shumë se një javë që kërkoni dhe nuk keni gjetur asgjë për nënën tuaj. Dua të pyes dhe të na saktësosh, çfarë ore ka dalë nga shtëpia, çfarë i ka komunikuar babait, çfarë keni zbuluar dhe çfarë dyshoni për nënën tuaj? Sipas babit, domethënë nga shtëpia kishte dalë normalisht, septon se edhe babi do të ndërpres, sepse gazetarja ime Ersela në këtë moment më shkruan që ka mbritur një informacion dhe dua të rish në linjë paralel ta dëgjojmë të dyja së bashku dhe me Hamzajin, qytetarin që do na japi një informacion për Dallandysha Hamzajin dhe e përshëndes. Përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që je duke na parë në këtë transmetim live dhe do na ndihmosh me informacion për Dallandysha Hamzajin. Po. Më tregoni. Unë jam nga Belshi. Nga Belshi. Punojmë aty edhe di e shpar një grua si puna kësaj, me atë robe, me flok të shkutra, me 2 çanta në dorë. Rreth çfarë ore keni parë ju në qytetin e Belshit? Rreth orës 10 ka qenë. Në çfarë zone konkretisht në Belsh? Ke restorant të Ujvara, pranë xhamis. Nga aty ka ikë në qendra, pastaj drejtuar për ke fugonat. Por ju e keni parë vetë? E kemi parë vetë dhe sa shoqet mia e kanë pyetur edhe jepte sa përgjigje kështu, jo këtë, jo ne me fjalë si. Prandaj dua të të pyes këto momente. Pra, ju dha përshtypjen si një grua e përhumbur që kishte një problem? Po, bile sa shoqet e mia kishin thënë që nuk gjetëm një policë në atë moment që ta njoftonit policinë. Dhe është drejtuar për në fugonat e Belshit. Pastaj se di më. Por të lutem, duke ditur që keni parë ditën e dieshme dhe ju ka rënë në sy kjo grua, sa keni dashur të njoftoni dhe policinë që fatkeqësisht nuk e keni bërë, se nëse do ishte bërë një telefonat me policinë, ti biesh numrit të policisë, policia ka për detyrë të vi. Jo, mos shikoshim në një se ishim qenë dhe mos shikoshim në një në aty që t'i thoshim, po jo. Jo, do kishit bërë mirë ta kishit telefonuar policinë. Në tilla raste, çdo qytetar nëse shikon në rrugë një person të përhumbur, sidomos një grua në moshë apo edhe fëmijë, menjëherë duhet njoftuar policia në raste të tilla. Por të lutem, kjo gjë s'ka ndodhur dhe nuk të bëjmë dot fajtore për këtë gjë, por me që e ke parë dije, të lutem, shikoj edhe një herë foton, fotoa e fundit. Ka pasur të veshur këtë bluzë të zezë me mëngë të gjata, këtë fund. Nuk e mbaj mend si është bluzën, e mbaj mend si grije errët, si e zezë, me flok shkutra, nuk ishte as shami as kapele. Nuk ishte kapele as shami. Po. Por që mbante pikërisht qese me rroba. Po, kishte 2 qeska me rroba, pak të mëdha. Shuan. Uroj dhe shpresoj, në fakt e habitshme nga Vlora mund të ketë mbritur në Belsh, ça nuk ndodh. Por të falenderoj. Është ajo, po thash kam qysh parë që shikoj edhe thash të marr herë. Dhe bëre shumë mirë, të falenderoj nga zemra që na telefonove në këtë transmetim live dhe na dhe këtë informacion. Mbarë të vasë më ti, zonjë, mbarë. Mirë. Të falenderoj, e falenderoj qytetare nga Belshi, e cila telefonoi dhe na dha një informacion e cila tregoi se vetëm 24 orë përpara në qytetin e Belshit ka hasur një grua në të njëjtën moshë me të njëjtën veshje si Dallandysha Hamzaj. Nuk kemi ende të sigurt, kemi të bëjmë me 72 vjeçaren vlonjate të humbur që pretet korrikut, apo kemi të bëjmë me një tjetër grua, ndaj kushdo që është duke na ndjekur nga qyteti i Belshit që mund të ketë ndeshur
Di apo dhe sot, një grua të ngjashme me dallandyshen, jeni të gjithë të lutur ditën e sotme të na ndihmoni, të na telefononi për të verifikuar këtë informacion dhe padyshim për të gjetur këtë 72 vjeçare, për t'i dhënë ndihmë dhe për ta kthyer menjëherë në familje. Ndërkohë që kam Danielën ende në lidhje telefonike, ndërkohë që informacionet të tjera po vinë në këto momente, më njofton Erstela, një person që e ka parë përpara 4 ditëve në qytetin e Vlorës. Nëse e kemi gati këtë lidhje telefonike, e dua çdo informacion, i dua ditën e sotme të gjithë qytetarët të bëhet gati ky informacion, por një tjetër informacion, Hamza, e dashur Daniela, je duke më dëgjuar? Po, jam. Një tjetër qytetar ka telefonuar nga Vlora në këtë moment, i cili është i sigurt thotë që përpara 4 ditëve të zona e Skelave në Vlorë e kanë parë zonjën. Mund të jetë edhe në qytetin e Vlorës. Edhe mund të jetë, nuk dihet, domethënë. Nuk përjashtojnë asnjë pjesë. Ju denoncimin në polici për zhdukjen e nënës e keni bërë? Po, e kemi bërë që atë ditë që kur nuk u thye në darkë në banesë. Dhe të lutem, mund të më shpjegosh, çfarë ndodhi atë ditë, si e mësove humbjen e nënës? Si e mësova pasi e ndoj që të gjitha veprimet po e kërkoja gjithë ditën. Një më thaj që është teorizi, e pa mamin atje i folëm, një më thaj e pam të Transballkanikja, kishë qëndruar atje gjysmore, kishë bërë muhabet, po gjithmonë kërkon të fugon për të ikur diku. Dhe atje të Transballkanikja, kishë qëndruar gjysmore, kishë bërë muhabet dhe që andej, pastaj është drejtuar të rrugë e re. Por babajt i kishte komunikuar diçka ku do shkonte? Jo, babajt nuk i kishte në asnjë gjë. E dashur Daniela, ajo që mua më çuditë është se ajo me vete ka marrë disa qese me robe. Në përgjithësi mbante disa çanta, ndonjëherë mbante gjëra të tjera, për radhë rastësi si kjo. Do thotë që nëna ishte në një gjendje të rënduar që bënte veprime dhe të pavetëdijshme. Ishte në një gjendje, po jo në një, domethënë, jo në një gjendje shumë të rënduar. Përderisa i gjeti rrugën te rrugë e re, si mund të thuash që ishte në një gjendje të rënduar? Kishte probleme të saj, po nëse do ishte aq e rënduar, si mund ta gjente rrugën për të fugonat? Jo, unë po të pyes që të na përcaktosh situatën dhe shëndetin e nënës si ka qenë, sepse në momentin që ka marrë disa qese me vete, ti e përshtypin që nëse ai ka qenë mirë, e ka planifikuar vetë këtë ikje, ka marrë rroba dhe është larguar. Prandaj po të pyes, i ka bërë në mënyrë të pavetëdijshme këto gjëra apo ka qenë e vetëdijshme? Është një largim i vullnetshëm, por që nuk besoj të jetë i largim i vullnetshëm. Nëse ajo ka dashur të ikë në Armen, ajo ka dashur të ikë dhe të kthehet, jo të qëndrojë në Armen. E kishte mendje tamam, domethënë që do shkonte te fugonat edhe po të ikte në Armen do kthej përsëri ose po të shkonte diku. Ai ishte larguar nëna, do themi nga shtëpia shpeshherë dhe shkonte në Armen, e kishte një rrugë që e njinte? Jo, po dëshirën e kishte shumë herë dhe na i shprente, po duke qenë se Dajua nuk rrinte në Armen nuk ka më familje, dhe nuk po shkonim, kishim kohë të gjatë pavajtur. Dhe përpara se të humbiste, ai kishte shprehur dëshirën se donte të shkonte në Armen. Po, donte të shkonte, domethënë të vllanë donte shumë, nga gjitha të afërmit e saj të vllanë kujtonte më shpesh. Edhe në fakt, unë ka folur dhe me mjek të cilët i kam pyetur dhe jam interesuar për sa i përket njerëzve në moshën e 3 që preken nga skleroza, nga demenca, ndodh shpesh që këta njerëz kthehen në fëmijërinë e tyre dhe duan të shkojnë aty. Dhe ndoshta ajo i është kujtuar pjesa e fëmijërisë, aty ku ka lindur dhe është rritur dhe është nisur për në Armen. A keni shkuar ju në fshatin Armen? Keni kërkuar? Po, sigurisht kemi kërkuar, edhe të afërmit tanë kanë kërkuar, po asnjë shenjë. Qoftë ajo do ishte në Armen, për gjysmore do ishte në Vlorë. Jo, e qartë, ne flasim për nënën tuaj e cila është prekur nga demenca dhe nuk e mendojmë që ai ka shkuar dhe është kthyer. Mund të ketë shkuar dhe ka ngelur atje. Kemi shoferat e fugonave me të gjithë. Nuk është nisur për në Armen. Nuk është nisur për në Armen. Pra ju keni bërë verifikime dhe nuk ka mbritur në Armen. Nuk kam mbritur në Armen. Por ju e keni verifikuar nga kamerat e sigurisë që rreth orës 17. Jo, nga kamerat nuk kemi verifikuar, po kemi verifikuar me fugonat që niste në Armen. Por kamera e sigurisë që na keni vënë në dispozicion kur nëna juaj ecën, është pikërisht e vendi i furgonave, rruga e re, që quhet në Vlorë. Po fugonat kanë ndryshuar, nuk janë më aty ku është rruga e re. Po kjo rruga ku të çon që nëna juaj? Kjo një rrugë të çonte Tulla, që nisen edhe atje fugona, por nisen në qytete të ndryshme. Jeni interesuar tek ai stacion, ai terminal?
Po, jemi interesuar dhe na kanë thënë që jo, nuk është nisur me ne. Nuk është nisur. Pra, nuk keni marrë informacione, por nuk dije se çfarë mund të kenë ndodhur me fatin e nënës tuaj. Jo, nuk Ndërkohë, di. do qëndrosh në lidhje telefonike, të lutem, më duhet të bëj një shkputje të radhës për të kaluar në reklama, do qëndrojmë së bashku pasi vetëm pak komunikova edhe me zotin Hamza, ju keni dyshime edhe për rrëmbim? Jo, ne kemi dyshime që përderisa ajo vajti kaq kohë që nuk gjendet, dhe ne dim shtëpi se ajo e di shtëpinë. Siç e gjeti rrugën te rrugë e re për të ikur me furgon, e di dhe rrugën për të kthyer në shtëpi, te puna, kudo. Mendojmë që mund të jetë edhe ndonjë dikush që mban pa dëshirën e saj, e thon. E dashur Daniela, a ka familja juaj ndonjë konflikt që juve shkon mendja te kjo pistë e rrëmbimit? Konflikt mase nuk kemi, po njerëz që nuk na i duan të mirën kemi plas, që na vëzhgojnë dhe na mbajnë. Sepse nuk e di, të vështirë të besoj pisën që mund ta kenë rrëmbyer dhe e mbajnë pa dëshirën e saj. Kush mund të rrëmbej një 72 vjeçare me demencë, me sklerozë dhe ta mbaj peng? Tashi çdo gjë mund të ndodhi. Ka persona që të godasin atje ku është pika me dobët. Dhe pika me dobët në familjen tonë e pa mundur ajo ishte, që mund ta gjë Nikolaj. Pra, e qartë, nëse ju keni një konflikt dhe keni të drejtë të dyshoni gjë të tillë, nëse e thoni kështu, po nëse nuk ka asnjë konflikt. Jo, konflikt nuk kemi, po njerëz që i dim dhe i njohin që për shembull dallandysha ka një konflikt me apartamentin ku jeton. Ka 20 vjet e ka ai apartamenti akoma s'e ka bërë të vetin. Kemi konflikte të tjera me persona që për shembull ka shumë dyshime, thon. Ne urojmë mos që ata të godasin atje ku spika me dobët, ku e gjejnë, thon. Ne mendojmë që dikush mund të jetë edhe një pjesë, për shembull, ajo ka dashur të ikin në Armen, për shembull dikush i ka në mirë besimi ka thënë hajde të çojun në Armen. Ajo ka sepse nëse ajo nuk do të ikte në Armen, do të ngelet te rrugë e re, ajo do ta gjende rrugën, ashtu siç e gjeti që vajti te rrugë e re, ashtu do ta gjende edhe rrugën për në shtëpi. Mirë, ku flasim për një person të prekur nga demenca, nuk e gjen dot rrugën të kthehet. Nuk e dim çfarë krize ka pasur atë ditë. Po, Vlora është shumë e vogël dhe edhe nëse ajo Daniela, zemër, unë e kuptoj që dhimbja është e madhe te ty. Duhet të kuptojmë situatën. Vlora mund të jetë shumë e vogël për ty, por Vlora është shumë e madhe për një 72 vjeçare si nëna juaj e prekur nga demenca. Ajo, nëse situata ka qenë e rënduar dhe unë e kuptoj që e ke nën vendijesh keq, por duhet të kuptojmë situatën dhe të dimë të kërkojmë të ngrem pistat reale të kërkimit dhe mos të ngrem pistat të cilat nuk do na ndihmojnë. Nëse nëna juaj dilte nga shtëpia, merrte rroba me vete, është për shkak të sëmundjes. Pra, veprime që i bënte të pavetdijshme dhe nuk i bënte me vullnet të plot, që do thotë situata e saj ka qenë e rënduar. Nuk po themi situatë e rënduar në atë fazë që mendon ti të zër krevatin. Situata e rënduar e shëndetit mendor dhe nuk e dim çfarë krize mund të ketë pësuar mëngjesin e 8 korrikut që ka dalë nga shtëpia me ato çantat, me ato rrobat dhe s'dihet ku ka përfunduar. Ka humbur rrugën, nuk ka ditur të kthehet. Unë uroj dhe shpresoj që në këtë transmetim të sotëm, kushdo që është duke na ndjekur, nëse dikush e ka parë të 72 vjeçare me emrin Dallandysha Hamzaj, mos të hezitoj të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Informacioni i parë na çoi në Belsh, larg, shumë larg Vlorës, dhe informacioni i dytë ka ardhur në qytetin e Vlorës që është parë nga një qytetar i sigurt përpara 4 ditëve te zona e Skelës. Do qëndrosh në lidhje telefonike, Hamzaj do jetë me mua në studio, por më duhet të kaloj në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të dashur mishku, ditën e sotme po kërkojmë për fatin e Dallandyshe Hamzajt, një 72 vjeçare nga Vlora, e cila është larguar nga banesa në datën 8 korrik vetëm përpara një jave dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Gjithë familja ka dalë në kërkim, është bërë denoncimi në policinë e qytetit të Vlorës, por ende nuk është gjetur asnjë gjurmë për Dallandyshe Hamzajin. Ndërkohë, gjatë kohës së reklamave, një tjetër telefonatë e rëndësishme ka mbritur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, këtu në Report TV, një shofer ka telefonuar, e kam në një lidhje telefonike nga Belshi, i cili pretendon se zonjën e ka marrë në furgonin e tij. E përshëndes më njëherë. Përshëndetje. Përshëndetje, si e kalove? Mirë, të falenderoj nga zemra që na telefonove, të falenderoj që ishe duke na ndjekur në këtë transmetim live, të lutem na tregon me detaje kur e ke marrë Dallandysha Hamzajin dhe pse dyshon që është Dallandyshja, zonja që ke marrë në furgonin tënd. Atëherë, unë bëj linjën për disa vite, të linjën nga Kosova e Belshit në Belsh. Nga Kosova e Belshit në Belsh, e kuptova, po? Po,
edhe në fshatin Hardhi, është një fshat që është 10 kilometra nga Belçi, kjo zonja hipën në mëngjes bashkë me disa bosagjerë tjerë. Në çfarë dite? Dje në mëngjes. Dje në mëngjes, po? Po. Edhe unë po e shikoja faktikisht, sepse po thuaj i njoft të zonës, po i njoft, po njoft dhe mi tani, so po vite që punoj. Dhe po e shikoja që s'ishte e zonës tonë kjo. Po. Po më bënde për shtypje. E ruajta shumë sa të hipin ato busta, mos kemi ratë sa mund të jap lekët. Hajde dhe shumë se nuk ka problem, po hip, se nuk ka problem për lekët. Edhe e erdhi tash ke ulur, kisha vend bosh, u ul në ato bus, e marrë deri në Belsh në qendër. E ke çuar në Belsh? Po, në Belsh në qendër. Ka zbritur në Belsh, në qendër të Belshit? Ka zbrit në Belsh në qendër. Edhe kam time në Tiranë, se kam fëmijë në Tiranë. Edhe dhimbat e njoh shumë mirë zonën, nuk fjalë që kjo është e sigurt. Po tani të lutem, duke ditur që të ka rënë dhe ty në sy, që nuk ishte e zonës kjo zonjë, kishte rrobat e njëjta me foton që regjia do na ndihmoj? Këto rroba kishte veshur, edhe kur kthehem, unë se kthehem në orën 6 ditë kthehem nga Tirana, isha me familjen. Edhe e shoh në qafë të Belçit në hyrje, këte kësaj rrugë që unë erdha. Është rruga që të nxjerr shkurt për këte nga Lushnja. Pra, paraditen e djeshme, e ke marrë zonjën nga një fshat e ke çuar në qendër të Belshit dhe po atë ditë mbas dite ti e ke parë po në Belsh, të vetme. Në mbrëm darket në orën 6:10 ka qenë, diku rreth 6:10 kam kaluar në Belsh, ka kthyr për në shtëpi, edhe kjo zonja ishte shtrirë në anë të rrugës, se diku aty është një karburant të lartë në tymet Belshit, që është mbyllur ai karburanti, ishte shtrirë aty dhe plinde. E diskutu me familjen tash, kjo erdhi mëngjes me mua, tash nuk e di tani do ketë probleme, do ketë kështu, nuk e di, më duket shumë normale. Gjatë kohës që udhëtove me furgon, komunikove diçka nga e folura, të dha arriti ta kuptoj dialekti që ishte nga Vlora? Jo, nuk arrit ato, sepse unë e kam autobus faktikisht. Autobus, po, linjë autobusi. Po, dhe nuk, ajo ullë me posagjerët e tjerë, hipën dhe disa tjerë aty dhe nuk komunikova do t'jo. Vetëm thjesht kur zbritim sa të t'jap lekët, tash unë jo nuk i du lekët, se mu duk diçka që s'ishte mirë. Tash nuk ka problem, nuk i dua lekët. Por për herë të fundit e ke parë mbrëmjen e djeshme, të shtrihë në një karburant që po flinte, dhe me vete ka pasur po ato qeset që duket në foto. Po ato, kështë vën kokën ke ato, ishte shtrihë, kështë vën kokën ke ato dhe ishte në gjumë, mu duk dhe si në gjumë, fare, që ishte shtrihë nuk lëviste. Unë të falenderoj nga zemra, sinqerisht, me lejen tuaj, numrin tuaj, a mund t'ja kalojmë vajzës, djalit, unë jam e sigurt që ata do nisen me urgjencë ditën e sotme në Belsh, sepse... E kam bërë dhe linjën sot, gjatë ditës, edhe nuk e kam parë sot, fakt. Sot nuk e ke parë? Sot nuk e kam pasur, unë atë linjë bëj për çdo ditë, nuk e kam pasur. Unë lëviz rreth 3 herë në ditë në këtë linjë, edhe duhet ta kisha patur, po të kishte qenë kjo rrugë do më kishte rënë sy patjetër, nuk e kam parë sot. Do shta mund të ketë vazhduar rrugën, ka dalë nga qyteti i Belshit. Po tani mund të ketë marrë një tjetër makinë, diçka nuk e di, po mund të ketë lëvizur. Po deri mbrëm në darkët e ketë sigurt me këto rroba, kishte 1-2 qeska, 3, nësa kishte ke njëra kishte vënë kokën. Ajo është. Dyshon që është ajo? 100%, të mund. Po që është ajo të garantoj sigurt. Edhe po më thot dhe djali, kam djalin këtu afër, dhe po më thot që e kanë pa që në natë më përpara në këto fshatra tona. Ne patëm një qytetare nga Belshi përpara se ju të telefononit, e cila na dha një informacion. Jeni 2 person që na telefononi dhe na tregoni se është parë në qytetin e Belshit, ju jeni të sigurt se e keni marrë në autobusin tuaj, e keni lënë, kështu që i bëj thirrje gjithë banorëve të Belshit të na ndihmojnë ditën e sotme për Dallandysha Hamzajin, pasi këto informacione po na çojnë në këtë qytet, dyshohet tashmë që zonja Dallandysha mund jetë në Belsh, ndoshta ka dalë nga qyteti i Belshit, kushdo është i lutur të lidhet. Të falenderoj nga zemra. Asgjë fare. Të falenderoj. Falenderoj dhe unë. Patjetër Hamza, falenderoje. Ore, shofer. Rofsh, edhe mbarë dvaft, se me këtoj që ti, unë tem, se unë jam kunat të saj, them 1000% që ajo është parë atje të Belsh, që ke quar ti. Dhe inshallah, në vartë marrë dhe ne, po dhe ty të ka vajtë në marrë. Uroj nga zemra ta gjejmë Dallandysha Hamzaj. Unë jam Hamzaj, do të kërkoj dhe do të bëj mirë shtëpia.
Ne numrin do ta kalojmë riqet, e falenderojmë qytetarit, do doja më shumë minuta ditën e sotme në këtë transmetim për të pritur informacione për dallandyshe Hamzajn, por fatkeqësisht i dashur Hamza, po shkojmë drejt fundit, ndoshta nesër ne do të jemi sërish në transmetim live me historinë e dallandyshës për ta vazhduar, me shpresën për ta gjetur dhe ta rikthyer në shtëpi, ndërkohë Erstela po komunikon me të gjithë fëmijët, niprit dhe mbesat për të kaluar numrin e personit që na telefonojnë nga Belçi. Do të vazhdojmë dhe ne kërkimet tona. Të falenderoj që të pata sot në studio, ne do jemi në kontakt edhe në mbrëmje të gjitha informacione që do vinë. Mirë të dashur miq, ju falenderoj dhe juve që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do i takojmë sërish nesër live ora 16. Përpara se t'ju themi rupafshim, dua të prezantoj dhe këshillën e fundit, Prostatolin, një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në probleme dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me Prostatolin. Bashkë me rupafshim dhe takohemi nesër.